Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, të mëshiruesit, falenderojmë vetëm Allahun, Zotin e vërtet. Mirësitë dhe bekimet, paqja dhe mëshira e tij qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, na dhuro dije të dobishme, na mundëso vepra të mira, e sa të jemi gjallë, o Allah, na furnizo furnizim pastër dhe halal. O Allahu Zot i gjithësisë, na bëj që të jetojmë në këtë botë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, fjalët, këshillat dhe porositë e tij. E na mundëso o Allah ditën e Kiametit të jemi me të dhe të jetë ai ndërmjetësuesi ynë tek ti. Amin. Allahu xhallal xhelalu alus që të jemi ndër ata për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët mblidhen dhe takohen dhe tubohen në shtëpiat e Zotit për të lexuar Kur'anin ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut derdhet mbi ta për jetojnë qetësi shpirtërore. Allahu xhallal xhelaluhu këta njerëz mbulon me mëshirën e tij, me lajket i rrethojnë me krahët dhe me flatrat e tyre, e siç janë në tokë, Allahu i përmend atje ku është ai. Jemi sot sërish inshallah taala me takimin e radhës që ka të bëjë me mrekullitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi me sa më mend tek numri 82 që ose ndoshta edhe një veri përsëritje të vogël, hadithi i Xhabirit radiallahu ta'ala anhu. Xhabiri radiallahu ta'ala është një nga transmetuesit e hadithit që tregon mrekullinë e bindjes së pemëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje ky transmetim për cilin po flas tani është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i ka thënë Xhabirit, shko urdhëroj ato pemët në emrin tim. Pra shkoflitur në emrin tim, që pejgamberi i urdhënon që të shkoni të mbuloni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, si më thënë, mrekulli e dyfisht, mrekulli e dyfisht. Çfarë ka interesante në një transmetim, thot, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi Xhabirin që të marrë 2 degë të njoma nga këto 2 pemët që ndodhi mrekullia. Dhe i vendosi mbi 2 varre dhe tha: ahbabtu bi shafaati an yuwarriqahu Allahu anhuma ma dama al-ghasnayn rutbayn. Dëshirova që me ndërmjetësimin tim, ose deshta që me ndërmjetësimin tim t'ju alargoj Zotit dënimin këtyre 2 njerëzve sa t'jenë këto dega pemësh të njoma. Pra këtu kemi dhe një mrekulli tjetër që është dituria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose informacioni i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se 2 njerëz po dënoheshin në varr. Hadithi tjetër që e tregon arsyen, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fa kana yamshi binamima amma al-akhar fa kana la yastanzim min al-bawl. Ata të 2 po dënohen dhe gjëja për cilën dënohen është mëkat i madh. Njëri prej tyre mbarte thashë theme ndër njerëz, ndërsa tjetri nuk pastrohej mirë nga urina. Vazhdojmë me një hadith tjetër prap interesant që i bie tjetë numri 82 ose 83. Le të themi 82 që të jemi më të sigurt. Ukasha ibn Muhsin radiallahu ta'ala anhu thot: Mukput shpata ditën e Bedrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a'tani 'udan fa idha huwa sayfun abyadun tawil. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më dha një shkop, ai shkopi u kthy në shpatë të bardhë të gjatë. Wa qateltu bihi hatta nhazama al-mushrikun. Luftova me të derisa mbaroi lufta dhe u mundën jo besimtarët. Në disa transmetime tregohet se
kjo shpatë kishte emrin El-Aun, ndihma. Si më thonë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot ka qëndruar kjo shpatë me Ukasha ibn Muhsinin derisa është vrarë në luftrat e Riddes, radhiyallahu ta'ala anhu. Pra nuk ishte diçka e momentit që mbaroi, po ka vazhduar me të, ka luftuar me të si shpatë deri kur ka ndruar jetë, pra deri kur është vrarë në luftrat e Riddes. 83 Selemetu ibn Eslem tregon, pra njëri prej sahabëve tregon. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam a'tani qasiban yawman inkasara sayfi wa baqiya azal as-silah فقال له اضرب به فإذا هو سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل. I thyhet shpata gjatë luftës dhe ngeli pa asgjë me vete. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dha një deg peme dhe i tha, godit me të, dhe dega e pemës ju kthye atij në një shpatë të mirë në dorën e tij. Dhe ka vazhduar të luftojë me të deri në vdekjen e tij radhiyallahu ta'ala anhu. 84 Ubejdullah ibn Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu tregon se në luftën e Uhudit i ka ndodhur një ngjarje, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë urxhun është dega e hurmës që bën hurmin, pra jo dega e trash e hurmës, pa ato më të hollat që tek këto dalin hurmat. Thot dhe luftova me të deri në fund të hurmës. Thot transmetuesi, dhe ka qëndruar kjo shpata e Abdullah ibn Jahshit deri në kohën e Mu'tasim billah. Pra ka vazhduar të funksionojë deri në kohën e Mu'tasim billah, pastaj nuk dihet se çfarë është bërë me të, pra ka humb transmetimi për të. Atëherë jemi tek 85. Abu Said al-Khudriu radhiyallahu ta'ala anhu tregon أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة لصلاة العشاء فهاجت ظلة من السماء. Tregon Abu Said al-Khudriu, thot doli një natë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të falë Yacin dhe shi dhe fortunë e madhe, errësinë e madhe. Gati sa njeriu nuk njifte njeriu, pra aq shumë ishte. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam pa Qatada ibn Nu'manin dhe i tha, Qatadja? Thaj, naam ja Rasulullah, po o i dërguari Allahut. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, ke dalë në këtë natë vështirë. Ai tha gjë sa e bukur, prandaj e kam marrë tekstin. Alimtu anna shahida salati leylata qalil. Faji'tu laha. Ma mori mendja se sonte do të dalin pak njerëz me fal namazin. Për këtë arsye erdha. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha, idhan sarafta fa'atini. Para se me ik, hajde më tako. Thot, dhe kur shkoi për të larguar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha një rrel hurme si puna e saj atij të parit dhe i tha, mbaje mirë, fasetudhi'u laka amamaka 10 wa khalfaka 10. Do të bëj dritë 10 hapa para dhe 10 hapa mbrapa, derisa ka shkuar në shtëpinë e tij radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti qoftë i kënaqur prej tij. 85 Ma'an ibn Abdurrahman thot, e kam pyetur babain tim, i cili ka pyetur Mesruqin, i cili tregon se kur e ka pyet men adhana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jinni yastami'un al-Quran. Kush ja ka dhënë lajmin i parë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam natën e xhinëve se po dëgjojnë Kur'an. Ka thënë innahu adhanat bihim ash-shajara. Pema ku po falet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ka qenë e para që i ka dhënë lajmin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 86 Ubejdullah ibn Muqsim tregon se ka parë një ditë Abdullah ibn Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, i cili po imitonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra Ubejdullah ibn Muqsim tabi'i tregon se ka parë një ditë Abdullah ibn Omerin, i cili po imitonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe tha, pra ky po imitonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. قال يأخذ الله تعالى يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقول أنا الله يقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى طرفت إلى المنبر يتحرك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك. Thoshte pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu do të thotë ditën e Kiametit, Allahu ditën e Kiametit do t'i kapi qiejt edhe duart, do t'i kapi qiejt edhe tokën me dorën e tij dhe do të thotë: unë jam Allahu. I mbledh edhe pra e mblidhte dorën dhe e hapte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thoshte: ana al-malik, unë jam mbreti, unë jam zotëruesi i gjithçkaje. Derisa thot pash, a kush po flet tani Abdullah ibn Omeri, që filloi minberi të lëvizte. Filloi minberi të lëvizte. 87 Aliu radhiyallahu ta'ala anhu tregon, një ditë ka dalë në shëtitje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot: "Fama mararna bi jabalin aw bi shajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah." S'ka ndodhur që të kalojshim pranë në një mali apo pranë ndonjë peme, vetëm se dëgjoja që thoshte, dëgjonin pra Aliu radhiyallahu anhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thoshte: "Assalamu alayka ya Rasulullah", pra selami dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ty, o i dërguar i Allahut. Vazhdojmë me të radhës. Sa është të radhës tani? 88. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon: "Aqbalna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min safar", po vinim nga udhëtimi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, derisa shkuam në një nga kopshtet e fisit Beni Najjar. Idha fihi jamalun la yadkhulu al-ha'ita ahadun illa shadda alayhi. Aty mrena ishte një deve që kush futej në kopësht e sulmonte. Dhe ja treguan këtë gjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu hatta ata al-ha'it. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te ky kopshti. Fada'a al-ba'ir, e thirri deven. Faja'ahu wadi'an mishfarahu ila al-ard. Yataharraku yabruqu bayna yadayhi. Erdhi deveja me kokën në tokë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe u ul. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هاتوا خطامه", më sillni kapistrën e kësaj deveje. فخطمه ودفعه إلى صاحبه, e vuri kapistrën dhe a dorëzoi të Zotit. فقال, tha, التفت إلى الناس فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. Nuk ka gjë në qiell dhe në tokë e çfarë ka mes tyre që mos ta di se un jam i dërguar i Allahut, përveç gjunaqarët ose mëkatarët nga bijtë e Ademit dhe nga xhinët, pra nga njerëzit edhe xhindët. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu tregon: një familje nga ansarët kishin një deve mbi të cilën mbartnin ujin. Mirë po deveja nuk po ju bindej më, pra u bë e vështirë. Nuk i lejonte që të ngarkonin gjë mbi të.
erdhën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: "Innahu kana lana jamalun nansi alayhi nahmilu alayhi al-ma wa innahu istas'aba alayna wa mana'ana dhahrahu wa qad atisha az-zar'u wan-nakhl." Erdhën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: "O dërguar i Allahut, kishim një deve mbi të cilën mbartnim ujin, mirë po nuk po na bindet më, nuk na lejon që ta ngarkojmë, ndërkohë që të mbjellat edhe hurmat, pra palmat po na thahen." I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju tha shokëve të tij: "Qumu, ejani të shkojmë ta shohim." Shkuan dhe deveja ishte në anën tjetër të kopshtit. Qalet il ansar, ansarët thanë: "Ja Rasulullah, innahu qad sara mithla al-kalb wa inna nakhafu alayka sawlahu." I thanë ansarët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O pejgamberi i Zotit, kjo deveja është bërë si qen i tërbuar dhe kemi frikë se mos të sulmon." Faqala Nabiu sallallahu alaihi wasallam: "Laysa alayya minhu ba's." Jo, s'ka gjë. Nuk do të më ndodhi gjë. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه. Kur e pa deveja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam erdhi me vrap drejt tij, hatta kharra sajidan bayna yadayhi. Dhe i ra si në sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط. E kapi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga koka si më e urta deve që mund të ketë qenë ndonjëherë. Hatta adkhalahu fil amal, dhe e dorëzoi tek zotet e saj. Shokët i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya nabiy Allah, hadhihi bahimatun ta'qilu. Ya nabiy Allah, hadhihi bahimatun la ta'qilu, tasjudu laka. wa nahnu na'qilu, nahnu ahaqqu an nasjuda lak." Sahabët thanë: "O i dërguar i Allahut, kjo është kafsh që s'ka logjik, arsye të bjerë ty në sejdë. A nuk jemi ne më meritorët për të rënë ty në sejdë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "La yusluhu li basharin an yasjuda li bashar, wa law salaha li basharin an yasjuda li basharin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Nuk i lejohet njeriut t'i bjerë në sejdë njeriut, po t'i lejohet njeriut me i rënë në sejdë njeriut, do të kisha urdhëruar gruan, pra femrën, që t'i bjerë në sejdë burrit të saj. Transmetimi tjetër: "Min i'dami haqqihi 'alayha." Nga që e drejta e burrit dhe haku i tij është i madh. "Walladhi nafsi bi yadihi, law kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi qurhatun tanhabisu bil qayhi was sadid, thumma istaqbalathu talhasuhu ma adda haqqahu." Pasha Zotin që ka ndorë shpirtin tim, sikur nga koka e burrit deri te këmbët e tij të ishte infeksion dhe qelb që rrjedh, edhe ajo t'ja lëpinte atij ditë natë pa pushim, nuk do ta shlynte hakun e burrit. Vazhdojmë me mrekullinë e radhës. Pra kjo tregon pozicionin e burrit dhe se ajo është shtylla e shtëpisë, dhe se normalisht i madhi Zot Allahu xhelalu i ka ndarë detyrat shumë mirë. Burri është burr dhe haku i burrit është i pazëvendësueshëm. Për femrën, mas hakut të Zotit vjen haku i burrit saj. Normalisht kjo nuk nënkupton që t'i shkelen të drejtat, as nuk nënkupton që i burrit luj menç, por nënkupton renditjen e punëve dhe se shtylla e shtëpisë dhe përgjegjësia bie mbi burrin, siç tha Zoti në Kur'an: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa", burrat menaxhojnë familjen, dhe fjala e Zotit: "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lir-rijali 'alayhinna daraja." Janë të barabartë në të drejtat e tyre, po burrat janë një shkallë më lart në amanet dhe në përgjegjësi. Vazhdojmë e radhës 89.
shumë. Aisha radiallahu ta'ala anha tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte bashkë me muhaxhirët dhe ansarët. Thot i erdhi një deve, vetë deveja. Fasajada lahu, i ran në sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faqala ashabuhu, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thanë: "Ya Rasulullah, tasjudu laka al-bahaimu wash-shajaru, fa nahnu ahaqqu an nasjuda lak." O i dërguar i Allahut, po të binë në sejdë kafshët e po të binë në sejdë pemët, ne jemi më meritor për të rënë ty në sejdë. Faqala sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "U'budu rabbakum wa akrimu akhakum. Walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. ولو أمرها أن تنتقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله." Adhuroni Zotin tuaj, një të vetëm. Nderoni dhe respektoni vllajin tuaj. E nëse unë do të kisha urdhëruar dikë që t'i bëj sejdë dikujt, do të kisha urdhëruar gruan që t'i bëj sejdë burrit të saj. Sikur burri ta urdhëron të gruan që të lëvizi nga një mal në një mal, nga një mal i bardhë në një mal të zi, nga një mal i zi në një mal të bardhë, ajo duhet i bindet atij. Pra, si më thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përveç mrekullisë që ka, si më thënë hadithi, ka edhe atë që ne e tham pak më herët, rëndësinë, vendin dhe pozitën që ka burri. Një pozicion që mundohet sot bota moderniste që t'ja marri dhe ta bëj burri sikur s'është asgjë, apo sikur janë njësoj në përgjegjësi dhe në amanet, dhe se femra ka liri, pra me kuptimin e lirisë të pakuptueshme dhe jo normale, sepse liri ka çdo njeri, ja ka fal Zoti lirin, po jo lirin në kuptimin e shkatrimit familjes. Dhe se familja ka, si më thënë, përgjegjësi dhe amanet të madh tek Zoti i gjithësisë, që obligohen të dy të rinë në kokë, e përgjegjësinë më të madhe ka, s'ka dyshim, burri, bashkëshorti. 91 Amiri radiallahu ta'ala anhu tregon se Xhabiri radiallahu ta'ala anhu i ka thënë atij: "Po ecja mbi një deve shumë të lodhur, gati sa nuk este fare." I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kaloi aty pranë meje dhe më tha: "Mali ba'irik, çfarë ka deveja jote? Çfarë ka deveja jote?" Qultu alilun, i thash e smur, e lodhur. Fadarabahu fazajarahu wa da'a lahu. I gjujti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe bëri dua. Fasara bisayrin laysa yasiru mithlahu. Filloi deveja thotë ecte fort dhe fuqishëm, saqë u kaloi të gjitha deveve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyeti: "Kayfa tara ba'irak?" Çfarë thot deveja? Qultu, thash, bi khairin qad asabathu barakatuk. Thash, mirë shumë e kapi ose e zuri, si më thënë, lutja jote, bekimi yt. 92 Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu tregon: erdhi një burr tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose tha një djalosh i ri. Pra Abu Huraira ka thënë burr, pastaj tha një djalosh i ri. Erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Inni tazawwajtu imra'atan." Un jam martuar me një gocë. Transmetim tjetër thot min al-ansar, nga ansarët. Faqala sallallahu alaihi wasallam: "Hal nadharta ilayha fa inna fi a'yuni al-ansari shay'a." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A e ke parë mirë gocën? Sepse në sytë e ansarëve ka diçka."
Ka një transmetim tjetër që thotë në sytë e ensarve ka bardhësi. Pra me kuptimin shifi dhe detajet, shikoj edhe detajet, pra mos u marto thjesht pse të thonë, po sigurohu që më të vërtet është njeriu i duhur për ty. Sahabiu ju përgjigj: "Qad nadhartu ilayha." Po tha, kam pa mirë. Pejgamberi sa më pyeti: "Ala kem tazawwajtaha?" Me sa, do të thonë çfarë dhurate? Fa dhakara shay'an, përmendi ai, po përmendi i shifër goxha të madhe. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Fa ka'annakum tanhituna adh-dhahaba wal-fiddata min 'ardi hadhihi al-jibal, ma 'indana al-yawm shay nu'tikahu, walakin sab'athuka fi wajhin tusib fihi." Ora tha ju sikur e merr si quhet kur merr me kazën, sikur e gryni. Ju tha sikur e gryni malin dhe florinin nga mali, siç themi ne, sikur i pret parat me gërshon. Ju tha sikur e gryni malin dhe florinin nga mali. Sot nuk kam çfarë më të dhon, por do të dërgoj diku që do të marrësh. Pra ky edhe kishte bërë, si më thonë, meher të lartë, edhe s'kishte me pagujt, edhe vjen tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se këto kur kishin keq, kur ishin hall, vishin me iqa hallë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Do të thonë pse e ke dhënë këtë shifër kaq të madhe? Se florini nuk fitohet kollaj. Nuk shkon mal robi grynën e sill florin." Sot tha nuk kam çfarë më të dhon, pra sot s'kemi gjë me fjalë. Po do të çoj dhe thot e dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra këtë sahabi tek fisi Beni Abbas. E dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë sahabiun, të çunin e ri pra, tek fisi Beni Abbas. Dhe ky i tha o pejgamberi i Zotit, deveja ime më lodh, pra po të nisem me grupin, deveja ime më lodh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e preku me dorë deven e tij dhe e goditi me këmbë. Tha Ebu Hurajra, transmetuesi i hadithit: "Walladhi nafsi biyadihi laqad ra'aytuha tasbiqu al-qa'ida." Thot, kjo deveja i kalonte dhe devet e garave. Që më thonë e goditi dhe u lut pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të. 92. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tregon se një burr, jo 92 është. 92. Se një burr nga ansarët kishte 2 kuaj. Dhe këto 2 kuaj thot i kishin dalë duarsh. Pra nuk po i menaxhonte dot. I çon haber pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet një personi: "Ja nabi Allahi, inni jitu fi hajatin wa inna fahlejni li." Tha, o i dërguar e Allahut, kam një hall, kam 2 kuaj, agteltema, thot, më kanë lodh, wa inni adkhaltuhuma ha'itan wa saddadtu alehim al-bab, i kam fut diku edhe u kam mbyll derën. Fa uhibbu an tad'u li yusakhkhira Allahu ma li. Desha që ti lutesh Zotit që Zoti më bëjë të nënshtruar, pra kishin dalë kuaj duarsh. Fa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi: "Qumu ma'an." Eja një shkojmë bashkë, të shohim. Fa dhahaba hatta ata al-bab, shkoi derisa shkoi tek ajo sallë ku ishin mbyllur kuajt. I tha atij, pra pronarit: "Iftah, hape." فأشفق الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب فإذا أحد الفحلين قريب من الباب فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له. Kur e hapi derën, njëri nga kuajt ishte mas dere, tjetri ishte më larg. Ky që ishte mas dere, sa e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ran sejdë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
I tha pejgamberi sasem të Zotit të kalit, i tini bi shay'in ashuddu bi ra'sihi wa umakkinaka minhu, më sill diçka ta lidh e ta dorëzoj të jetë i nënshtruar ndaj teje. Shkoja i dhe mori një copë litari dhe ja dha pejgamberit sasem. Pejgamberi sasem e lidhi për kokë dhe ja dorëzoi atij. Pastaj shkoi pejgamberi sasem tek tjetri, ju drejtua tjetrit. Kur ai e pa që pejgamberi sasem po i shkonte, thot falamma ra'ahu waqa'a lahu sajidan. Kur e pa që pejgamberi sasem ju drejtu, pra ky i dyti kali tjetër, thot i ra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në sejdë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pronarit kalit, i tini bi shay'in ashuddu bi ra'sa. Më sill diçka që ta lidh e ta dorëzoj. Fashadda ra'sahu wa amkanahu minhu. Thumma qal idhhab fa innahuma la ya'siyanika. Shko tani se këto dy kuaj do të jenë të bindur ndaj teje përgjithmonë dhe kurrë nuk do të, si më thon, nuk do të dalin dursh, pra do të jenë të bindur ndaj teje. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد لك قال لا أمر أحدا أن يسجد لأحد ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Nuk lejoj dhe nuk urdhëroj askënd që t'i bin sejdë dikujt tjetër, se po të kisha urdhëruar dikë që duhet t'i bëj sejdë dikujt tjetër, do të kisha urdhëruar gruan që t'i bëj sejdë burrit të saj. 93. Abdullah ibn Qurad radiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "A'zamu al-ayami inda Allahi yawm an-nahr, wa huwa awwalu ayami al-adha, thumma yawm al-qarr, wa huwa thani ayam al-adha." Abdullah ibn Qurad radiyallahu anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dita më madhështore dhe më e mirë e Zotit është dita e Nahrit, pra dita e Kurban Bayramit. Thumma yawmul qarr, pastaj dita e Qarrit, pra dita e dytë e Kurban Bayramit." Vazhdon transmetimi. وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن فطفقن يزدلفن إليه. I sollën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i sollën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 5-6 devet e para që do t'i therte. Normalisht deveja theret me nahr. Ç'është nahri? Therja në gjoks. Pra deveja nuk theret në fyt, po i çpohet gjoksi tej për tej. Është një lloj, le të themi, shpate si shtinz, i ngulët i një cep të gjoksit dhe i kalon deri në cepin tjetër dhe lihet ta derdhi gjakun derisa të rrëzohet në tokë. Mund të ecë deveja, nëse ka vend të hapësirë, 1 kilometër, 2 kilometra, 3 kilometra, pastaj rrëzohet. Thot, ja sollën pejgamberi sa grupin e parë të deveve, si më thënë, dhe fillun thot devet të garojnë me njëra tjetrën kush do të vinte përpara tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në 93. Më duket se kemi përmend, po të la ta shohim si transmetim. Është një sahabi që ja vune emrin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Sefine, apo jo? Sefine do të thotë anija. Ky sahabiu radhiyallahu anhu mund të ngarkohej me 3, 4, 5, 6, 7 ngarkesa devesh edhe i mbante. Përveç se nëse i rrëshqiste diçka, pra që i binte, po përndryshe ishte i fortë. Dhe këtij pejgamberi sa më vune emrin Sefine, i tha baj se ti je anije. Këtij ka ndodhur një ngjarje. Thot ai vet, ishim në det thot me anije. Na e përplasin thot anijen, na e përplasin dallgët anijen në breg dhe u thy. Nuk dim as rrugë as i gjë dhe humba. Dhe shfaqet thot ose del, si më thon, nga pylli një luan.
dhe ata që ishin me mua thot u larguan të gjithë, ndërsa unë ju afrova dhe i thash: Ana safinatu sahibu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Unë jam Sefina ose Sefinja, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa qad adlalna tariq, kina humb rrugën. Famshi bayna yadayya hatta awqa'na ala at-tariq. Thot ec para meje derisa të na çosh në rrugë. Dhe me të vërtetë thot eci përpara nesh derisa na çoj tek rruga. Thumma tanaha, pastaj u largua. Pastaj thot u kthye edhe një herë mrapsh, na pa sikur po na përshëndeste dhe u largua përfundimisht. Tamam ajo fjala që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Ma min shay'in fil ardi wala fis sama'i wa ma bainahuma illa ya'lamu anni rasulullah. S'ka gjë në qiell dhe në tokë dhe mes tyre që mos ta di se unë jam i dërguari i Allahut. Dhe kur i ka thonë unë jam shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është bind Luani dhe i ka orientu. Nëna e besimtarëve, sa jemi? 95. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon: Kana li ali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wahshun, fa kana idha kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtadda wa la'iba fil bayt wa aqbala wa adbara, fa idha ahassa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qad dakhal sakana falam yataharrak karahata an yu'dhiyahu. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon: kishim në shtëpi një kafsh të egër. Tani kafsh të egër këtu ka dy kuptime. Ose ka qenë gjueti dhe e kanë marrë gjallë në shtëpi, e kanë marrë për një kohë në shtëpi derisa ta therin, ose kafsh shtëpiake për që ishte e egërsuar. Thot sa herë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dilte nga shtëpia, ai thot e gërsohej, lëpinte, griste, shkonte dhe vinte. Dhe kur e ndinte që është duke ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qetësohej sikur s'ka ndodhur asgjë, derisa dilte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për herë të dytë nga shtëpia. 96. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tregon: Kunna ma Rasulillahi sallallahu alajhi wasallam fi safar fantalaqa fi hajatihi farayna humratan ta'ir saghir kal-usfur maha farkhan فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولديها ردوا ولدها إليها. Abdullah ibn Mas'udi thot ishim në një udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai shkoi thot për të mbaruar nevojat e tij dhe ne thot pam një fole në një pemë që ishte mbi të një zog dhe kishte dy zogj të vegjël. Ja morëm thot zogjt. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zogu erdhi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe rrotullohej rreth kokës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: Kush e ka pikëlluar këtë, kush e ka mërzit këtë në fëmijët e saj, kthejani fëmijët. Kthejani fëmijët. Hamza ibn 96. Hamza ibn Usaid radhiyallahu ta'ala anhu tregon: Ishim bashkë me ansarët thot afër vendit të quajtur Beqia. Edhe një ujk kishte zënë rrugën dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Hadha jaiz tafridu fafridu lahu. Ky ka ardhur që ti caktoni hisen. Menojeni një hise për ujkun. Ka i transmetim tjetër që thot o caktojeni një hisen, ose thot duhet të mbroni veten, hadithi tjetër, transmetim tjetër. I than sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: Çfarë mendon ti? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Një nga kopeja në vit.
Thanë sahabët, kjo është shumë, më mirë e mbrojmë mirë vetën tonë. Më mirë mbrojmë e vetë. Ju ka duk shumë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja boni me shenjë ujkut, do thonë vazhdo. Edhe u largua ujku. Hadithi është hadith hasan, pra ka disa transmetime, po arrin në gradën hasan, pra hadith i pranueshëm. Si jemi me numërimin? 97. Ju të gjithë keni parasysh hadithin e ardhjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë, që erdhi nga Kubaja në Medinë. Kur është fut në Medinë, normalisht dojshin sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, ka qenë ditë xuma, dhe gjithë pothuajse dojshin që të nalonte deveja tek shtëpia e tyre. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju thoshte: "Khallu sabilaha fa innaha ma'mura." Lëreni të qetë së është e urdhëruar. Thot: "Falam tazal naqatuhu sa'iratun bihi la tamurru bidar min dur al-ansari illa raghabu ilayhi fi an-nuzul alayhim faqal wa kana yaqul da'uha fa innaha ma'muratun fasarat fawasalat فوصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت. Eci deveja derisa arriti në vendin ku është xhamia sot dhe aty ul, pra ndaloi deveja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i zbriti me një herë, eci dhe pak dhe pastaj i zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa më thot atë ditë shoqërohej nga shumë ensar dhe nga fisi Beni Nexhar. Ndërsa dhe vetë thot pejgamberi sa më ndaloi tek shtëpia e kujt? Sahabi. Si kishte sahabiu që ndaloi pejgamberi sa tek shtëpia e tij 2 javë. Ha? Ja. Amor burra. Ai që ka varrin në muret e Stambollit sot. Po shoj sahabiu që ka varrin në Stamboll. Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Lexoni që se u bë mirë me lexuar inshallah. Mirë, vazhdojmë inshallah. Zeid ibn al-Arqam radhiyallahu anhu tregon, thotë ishim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në një udhtim dhe u kthyem derisa u futëm në rrugët e Medinës. Fa idha dhibyatun mashdudatun ila al-khaba. Ishte një sorkadhe ose dre e lidhur në një kacolle, kishin lidhur. فقالت يا رسول الله إن هذا الأعرابي اصطادني ولي خشفان في البرية وقد تعقد اللبن في أخلافي فلا هو يذبحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تركتك ترجعين؟ قالت نعم وإلا عذبني الله عذاب العشار. I foli pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "Ky arabi, ky beduini, arabi, këto i thoshin beduinit, atij që nuk ishte banor i Medinës. Më ka zënë, pra më ka quajtur, dhe as më ka therë që të rehatojsha, mirë po unë po vuaj
se më është forcuar qumshti në gji, ndërkohë që kam lënë 2 të vegjël, si më thënë shkretir. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse të lirojmë, a kthehesh prap? I tha jo, nëse më liro, kthehem prap. I tha, po nëse s'kthej, tha, më dënov Zoti si deveja 10-she. Deveja e man klyshin në barg 10 muaj. E ka atë, domethënë. Për këtë arsye thot Zoti, wa idha al-isharu utilat. E kur devet në muajin e 10 të dalin nga rëndësia, se gjëja më e rëndësishme për njeriu është deveja për ata që janë njerëz që merren me devet, gjëja më e rëndësishme për ata është deveja në muajin e 10. Pse? Se do të lindi edhe mirësi e madhe. Mirë, po lindja e deves është e vështirë. Çfarë i tha? Po su ktheva, thë, më dënov Zoti si deveja në muajin e 10. E liroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U vonua, po më vonë erdhi dhe e lidhi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam beduinit, ama shet mua? A i tha, hije leke ja Rasulallah, ta kam falë ty o pejgamberi i Zotit. Fa atlaqaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E liroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e la të lirë. Në 97, një burr nga ansarët, në 98. Ja, puna është me e bojë qik interesante, Një burr nga ansarët, pra hadithin e transmeton këtë që po themi tani, e transmeton Abu Davudi, është hadith i saktë. Një burr nga ansarët tregon, dolëm bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në një xhenaze. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i rinte kokë varmisit, atij që bën varrin. Ausi min qibli rijlaihi, ausi min qibli ra'si, hape këtej, zgjeroje këtej. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam orientonte varmisin se si duhet veproj. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر أباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك اللقمة في فمه. Kur mbaron varrimin, një grua kishte çuar një person që thonin njerëzve se kanë përgatitur ushqim. Dhe shkon pejgamberi sa se me ata që ishin me të tek shtëpia e kësaj gruas për të ngrënë ushqim. S'ka lidhje me ushqimin e xhenazës, a? Vend tjetër muhabeti, s'ka lidhje. E vun ushqimin thot përpara pejgamberit sa sem dhe filloi të hante pejgamberin sa sem dhe shokët e tij. Pra sahabët. Kur tha pejgamberi sa sem ndaloi dhe tha: "Ejidu lahma shatin ukhidhat bighayri ahliha." Kjo mishi i kësaj delje është marrë pa lejen e të Zotit. Pastaj e pyetën këtë që i kishte ftuar për ushqim, tha si është puna? Ajo tha, o i dërguari i Allahut, çova dikë kur e pash ju ish atje, po lodheshit në fjalë, çova thot dikë në tregun e Bekijës për të mbledh një dele. Ai nuk gjeti, s'kishte dele. E çova thot te komshiu, i thash, thuaj, të ma shesi delen që ka bler, ja paguaj me të njëjtin çmim. Ai tha, nuk e gjeti komshiun. Pra, shkoi komshiu, po nuk ishte komshiu, po ishte gruaja e komshiut. Dhe i tha, ma jep delen me të njëjtin çmim. Mirë, tha gruaja e komshiut, dhe ja dha. Ama nuk ishte marrë leje burrit. E shiti pa lejen
e burrit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, at'imihi al-asara. Kishin hungur këto diçka, pastaj tha pejgamberi se merr këtë ushqim edhe e jepja robërve. Prej mrekullive dhe gjërave interesante është hadithi i njohur në lidhje me lëpirjen e qenit në enë. Keni parasysh, besoj, hadithin e njohur, hadithin e Borjes, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, tahuru ina'i ahadikum idha walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab. Pastrohet ena e ndonjërit për jush nëse në të ka lëpir qeni, nëse lahet 7 herë njëra prej tyre, ose transmetimi ulahunna, transmetim tjetër, hera e parë tjetë me dhe. Normalisht të bëhet fjalë para 15 shekujsh. Pra pastrimi i dheut është pastrim, s'ka si pastrimi i dheut, dhe më vonë vjen pastaj ai që ne kemi thonë shkenca e njerëzit dhe flasin për këtë tematikë dhe thonë që kjo është interesante. Po të pyesni njerëzit që jetojnë në vende ku s'ka, për shembull, se në një situatë ku nuk ka me çfarë i lajnë durt, kur kanë hungur ose kur kanë pi, me balë pastrojnë dhe pastrohet më së miri. Prej mrekullive gjithashtu që duhet përmend këtu është mrekullia e hadithit të mizës. Çfarë thot hadithi i mizës? Po. Idha waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahihi da wa fi al-akhir dawa. في رواية إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. Transmetimi tjetër thot me të njëjtin kuptim, thot ta zhysi dhe ta nxjerri se një krah ka smundjen, krahun tjetër ka shërimin dhe bie me krahun e smundjes, pastaj me krahun e shërimit. Normalisht kjo është besuar, si më thon, nga sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, sepse ata nuk kanë pas, si më thon, dyshim në asgjë që thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po unë kam thënë dhe herë tjetër, ky hadith në një kohë hasi një vështirësi. Kur filloi, si më thon, fillimin e shekullit 20, që flitej pak në gjuhën shkencore etj dhe u bë ky hadith si sprov. Pra me kuptimin me zhytmizën. Dhe pastaj u zbulua që e dim gjithë që në një krah të mizës janë trupat dhe në krahun tjetër janë antitrupat, dhe kjo ishte mrekullia e fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një mrekulli tjetër interesante është thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur foli për dyert e xhenetit. Tha, një derë e xhenetit është sa hapësira mes Mekës dhe Hexherit, ose sa hapësira mes Qabes, Mekës dhe Busras së Sirisë. Dhe kanë matë këto dëgjuarit për të parë se sa është, sepse tha dera e xhenetit ose porta e xhenetit është sa kjo ose sa kjo. Edhe ka dalë rezultati 1200 kilometra. Një derë, 1200 kilometra. Ja, e rëndësishme është se pejgamberi sa se më tha sa kjo ose sa kjo. Kur është bërë matja, ka dalë e njëjta gjë, pra e njëjta, si më thon, e njëjta distancë, e njëjta hapësirë. Mirë, inshallah taala, mendoj që të mjaftojmë me kaq, lut Zotin e Madh që të na falë e të mëshirojë, dhe lut Zotin e Madh që të na bashkojë ditën e Kiametit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shpëlbeft, Zoti ju rujt nga çdo e keqe.